Ka një njeri te Aisha radiallahu anha, edhe i ka thonë: oj nana besimtarve, po du me na kallëzu shkurt për pejgamberin sa, shkurt, jo gat, me pak fjalë çish u kanë pejgamberi sa se ti burrë ki pas. E na se kena mri ata. Çka ka thonë Aisha radiallahu anha? I ka thonë shkurt, a e do një shkurt po? Kana khuluquhu al-Quran. Ai karaktere ka pas Kur'anin. E a mundet Kur'ani me të bëj hajdut? A mundet Kur'ani me bëj dallavergji? A mundet Kur'ani me të bëj arrogant? A mundet Kur'ani me prodhu kriminal? Ja, nuk prodhu. Andaj shkurt, ata e do shkurt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas karakter Kur'anin. Çka i ka thënë Kur'ani që s'do ka bë? Apo, e natë ndëruar xhamatli, a bëjmë çka na do Kur'ani? Çka na thot? Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. Wallahi thot Allahu xhela xha, Muhamedi sa njerit më të mirë fytyr tokës. Mu paskon ti i vrasht, mu paskon ti arrogant, kitë njerëzit kishin ikë pitije. Ti falu sa të dush, agjëros sa të dush, pan haq sa të dush, krejti ikin pitije. Pse? Sepse shiko, e përmendëm hini Bedeviju të një prej xhallarëve dhe e pa dhomën plot me libra, s'kishte pa kur libra ashtu, murrin vetë se me pas, nuk shif ke murr pi librave. Edhe uli trishtushëm, i frigum, edhe i habit, edhe i mahnit. Edhe tha një fjalë për të cilin pronari asaj librarie tha: më kam me tan jetën kjo fjalë sa herë që hin librarien time. E çka i tha ai? Tha: o hoq, këtë këto libra, a i bje që ti dush më ka njeri mirë? A i bje që ti dush më ka njeri mirë? Që ti po falësh, a i bje që më ka njeri mirë? Që ti po agjoron, a i bje që më ka njeri mirë? Nëse ti falësh dhe agjoron dhe jep zeqat dhe ban haq, kjo i bje që njerëzit më kanë sigurt për tije. Që njerëzit me thanë: kush e ka mësu që ka që mirë këtë njeri? Ka ne ka pejgamber ky? Pi cilit libër mëson ky?